Departamenti i Gruas pranë Këshillit të Bashkësisë Islame në Lipjan ka organizuar një aktivitet sensibilizues me rastin e ditës botërore të mbulesës, me qëllim të ngritjes së vetëdijes për të drejtat, liritë dhe rolin e gruas në shoqëri. Udhëheqja e Departamentit të Gruas në nivel vendi theksoi se mbulesa nuk është pengesë për zhvillimin e gruas, duke nënvizuar se ajo nuk e ndalon gruan të arsimohet, të angazhohet dhe të kontribuojë aktivisht në jetën shoqërore. Ndërkaq përfaqësuesja e Departamentit të Gruas në Lipjan vuri theksin në rëndësinë e vetëdijësimit të opinionit publik për të drejtat dhe liritë e grave. Mbulesa nuk është izolim, ajo nuk e ndalon gruan të mësoj, të punoj, të kontribuoj. Përkundrazi, ajo e çliron nga presioni i dukjes dhe forcon personalitetin e saj. Një grua e mbuluar, e ditur dhe aktive është mesazhi më i fuqishëm se Islami ndërton gra të forta e jo të nënshtruara. Me anë të këtij aktiviteti, Departamenti i Gruas ka për qëllim vetëdijësimin e opinionit të gjerë për të drejtat dhe liritë e grave për të vendosur vetë përdukjen e tyre, jetën, shkollimin dhe karrierën, duke theksuar se përmes mbulesës ato janë të ngritura, të mbrojtura, të lira e jo të shtypura. Pjesë e aktivitetit ishin edhe përfaqësues të Policisë së Kosovës. Policia reafirmoi përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të të gjithë qytetarëve, pa dallim. Nga ana tjetër, përfaqësuesi nga Komuna e Lipjanit falenderoi Departamentin e Gruas për angazhimin dhe punën e vazhdueshme në fuqizimin e gruas dhe promovimin e vlerave shoqërore. Policia e Kosovës me kënaqësi të madhe ju ka përgjigjur këtij manifestimi, e gjithashtu duhet ju njoftoj se jemi të gatshëm çdo herë kur do që paraqitet nevoja për mbrojtjen e drejtave të gjithë atyre që vendosin të bojnë jetën e vet, edhe fizike, edhe shpirtërore, ashtu si dëshirojnë. Edhe në emër të kryetarit edhe në emër të komunës dua t'i falenderoj për punën e jashtëzakonshme që bojnë si departament, për shkak se kanë kontakte me disa kategori që janë pak më të diskriminuara dhe më pak të paragjykuara në shoqëri. Në këtë ngjarje foli edhe ambasadorja e World Hijab Day Kosova, e cila e cilsoi mbulesën si vlerë dhe identitet të gruas. Mbulesa për femrën muslimane është një akt adhurimi i pandashëm për Zotin. Ai paraqet devocionin e gruas besimtare, i cili buron nga brendësia e shpirtit të saj.